Sa ka qenë shuma më madhe që ju të dy jeni paguar dhe si e keni ndarë? Sa përqind ti, sa përqind mami? Hajde, na i thuaj ca vërteta këtu. Unë po bëjmë 6 vite, jo më se s'është problem, unë po bëjmë 6 vite që po burem me këtë punë dhe rrjetet sociale e din të gjithë që japë, që fatmirësisht nuk e bëjmë kot, është për një arsye për dhe ka fitim, por këtu në Francë shteti i merr mbi 35%. Domethënë edhe nëse marr 1.000 euro, 350 euro shkojnë direkt për shtetin dhe Më thuaj shumën më të madhe, mos trego formulën, shumën më të madhe, Armand. Çmimi më të madh unë i firmos vjetore, si thosh e kam me vestet Francës, i kam kolori, si thosh janë si më ta shpjegoj. Mi marrin shumë receta, nuk mund ta them për një, sepse unë kontribuoj, ja për shembull, nesër jam Pra është një bashkëpunim i tërë, po thua. Po, është një bashkëpunim vjetor, domethënë mund duket e madhe, por nëse ndaj muj për muj, prezantohet një rrogë mujore që mund ta marrim në Francë. 1.500 euro i bie. Pak më shumë, po. 2.000 euro. Po, atë. Sa jep mamit? Kam kolaboracione, mund të shkoj një muj shumë mirë, mund të shkoj një muj jo mirë. Keni frikë nga syri më duket. Mamit sa para jep? Si e ndan fitimi? 70 me 30, 60 me 40? Ma mirë, do më thonë, e ka knajsi që ka dy bashkë, nuk është më shumë se fitimi, ajo është... E ka kënajsi? Jo, s'ta ketë kënajsi mami. Po, kënajsi e ka mami, si, ose jeton Armand? Sigurisht që edhe kjo do fitoj si çdo kush, po kjo knajsia saj që kalojmë këtë punë bashkë.